Miqtë mi, ju përshëndes nga fshati Lekaj. Është një nga fshatat më të mëdhenj të zonës Shqipërisë mesme. Dikur gati ka qenë gati qytet. Çështja është se për shkak të mungesës së investimeve, si në çdo zonë tjetër të Shqipërisë, edhe këtu ka banor të ikur. Ka më pak, është normale sepse Kavaja është afër, Rrogozhina është afër, është buzë rrugës kryesore. Por ne kemi ardhur për të vënë gishtin plag, sepse këtu janë dy lagjet më të mëdha, ndoshta të fshatit, që janë pa rrugë. Janë pa rrugë fare. Diku është vendosur pak zifti varfër, nuk e di se çfarë emri do t'i vëm, por këta e kanë vendosur kompanitë që shfrytëzojnë nguroret. Pra shteti këtu nuk ekziston. Ne do ta filmojmë të gjithë rrugën, shikoni se sa objekte ka atje. Janë me 10 shtëpi të cilat nuk kanë rrugë. Po kështu është edhe ke lagja tjetër. Pra dy lagjet më të mëdha të Lekajt nuk kanë rrugë. Është pikërisht ky problemi i madh që kanë banorët, po jo i vetmi. Ky është vetëm problemi i parë. Sapo shkel në Lekaj, kemi këtë problem. Unë kam mbledhur disa nga banorët, faleminderit. Ju kërkoj shumë ndjes sepse jemi edhe në mes shiut. Ore, të lutem, si të quajnë? Paslimen. Këtu banoni në këtë lagje? Këtu. Si u kanë lënë pa rrugë? Kush veton rrugë? Po të ngresh pom të shoh shpreku dam me gosën e deri në urt dragjet, janë fushat gjithë pa miell, se nuk ka rrugë mbi kalim. E ku të shkojmë? Mytëm, ne që kemi me to mosha tret, s'ka për një asi gjomo, çdo gjë ka më rrugë. Se kanë ikë të rinjtë, ha? Po të rinjtë kanë ikë. Tek këtu, që të bëjnë të rinjtë tu? Unë që më shef këtu kam pas 3 kanë lopë, edhe i zedele. Ku ka të mbledh fshatin, ku do ka është, nuk ka i zedele, s'ka i dele, nuk ka i lopë. Vujmë për çdo gjë. Para ne që ku të shkojmë, ku të mytëm? Ata vinë e bëjnë punë e vetë e çajnë e ikin. Çdo njeri që vjen komune, shikon tarafin e vet, rregullon tarafin e vet, për veten e vet, e në çajnë e ikin. Tani vetëm problemi i rrugës është çfarë problemi keni? Rrugës se fusha është gjithë pa miell. Jo skimi, ku të shkojmë, ku të punojmë? Po pse është fusha pa miell? Nuk ka levezim? Po s'ka kalim, ku të kalosh? Ku ka rrugë? S'ka rrugë. O të shkosh në Arizje, të shkosh në Luzvogël, o të vjesh në Lusmall, dhe vjesh prapë kështu bëhet puna. Pra për të hedhë këto ka ju i bini 2 orë. Me si Magellani, kështu rrokë. Unë dhe sa vjetë shkojnë, dalë nga ora Drazhit, bin Luzvogël, kthehen bim Leke. Kështu bëhet puna. Hajde në gosë, ju ka kemi këtu mrapa, jo që i ka shtru rrugët, po deri ka gjenazja te ka Varrezët, plus i ka bë rrugën, po i ka bë dhe tender që falin xhumatin. Këtu as rrugë, as gjofer gjë s'ka. Këtu është, unë kam qenë veri 3 vjetë, as në Tërpojën Kukës nuk është kështu. Asoj maskaralliku që po bëhet këtu. Ju faleminderit, erdhët, shumë faleminderit që na lidhët me Kavajën, edhe tjetër gjë këtu që na s'ka më. Shiko, ti mirë bëre që e përmend atë faktin që ushtroi rruga pas emisionit Gosës. Po. Unë nuk e njoh fare këtë kryetarin e bashkisë, po duket sikur po reagon pas emisioneve, urojmë që të reagojë edhe për ju. Çështja është që sa banor prekin këto rrugët për të krijuar një ide. Kjo ka qenë 1500 banor, që unë e kam pas kalimin, prikë zonë e deri në Krylusje. 1500 banor kanë qenë, me kalemi kam pas unë. Sa kanë mbetur tani? Që kanë mbetur me një pra unë jam. S'kam njeri, janë 2-3 vjetë, janë lagje këtu pashtu është. Po ku të ri, që të bëj? Taj buka më thatë, hull uj, e hull buka, që po hata? Mua më thanë s'ka kanalizime? Ka kanalizime të vinë, edhe vej robin e vetë, visi dala 4-5 herë në qofë sa njëllë, a i vej muqim ka robin e vetë në 35.000 lek për dëllim. Qërë të bëjmë në mërë burri dhe 5.000 lek për dëllim, e qa vetëm për të pucu e te. Kështu bëhet puna, a i vjen nga Rrogozhina, se ka pak robë këtu që të rinë. Që bëhet kështu? Unë kam qenë kuadrë, kam drejtu, i shekë se unë ishte gjithë këtu, dhe nga vaj, unë i kam pas 30 e ca brigada. Në Kotën Verit? Kotën Verit. Prunë edhe ujtin nga Gërmoni atje, ja prunë mund leke. Kështu për në hatëra, gjiro birobinë, si thaj,
Një traktor tha ka 40 vetë, si punojnë 40 vetë, për shkoshin mbrapa se mjeshin legët. Edhe ke punë shumë është. Pra, S'ka lek t'i kuadër. marim punë s'bëhet. Hu që punën ku ka punën e bu. Mirë ashtu një çik çfarë probleme shka këtu? Kanalet, rruga, Bikalim, mbi kalimi, po. Tjetër. Tokë gjithë pa miell. tokat pa mbjell. Tani tokat nuk mbjellen se del kosto e lartë, se s'ka kanale, Po, kosto se e s'keni lartë. ku ta shisni. Se s'kimi ke shesim. Edhe i traktor që qenë na isë po vjeti miell i mota që kanë met. Atë kanë met. Ku të shkoj? Sa tokë? 5 dylim tokë. 5 dylym. Po. Janë djerë. Djerë mërë burë janë. Djerë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit. Tash për sa i përket të në dy, sidomos të në dy lagjeve, lagje Ukaj. Lagje Ukaj edhe lagje Dede është për t'i qa hallin në gjithë drejtimet. Në lagjen Dede është një mbikalim që na janë vranë njerëzit. Na janë vranë njerëzit të kalu. Një sekund, ta themi Ty kalu. të sëmjiku. Po. E ka vra maqinën e këtu i kopë, shkalon këtu i kopë, shkojnë Durrës. Se tentun të kalonin rrugën? Po prik. Për shkak të mungesës? Nuk ka mbikalim. Gruja hëni se s'kishe këtë kalatë, hëni poshtë i kapi koga, ne e di. Atëherë Gjitha një i kështu është. Po pse se ngritet, më fal, pse se ngritet kur u bë kjo rrugë? Unë nuk kam qenë këtu. Nuk keni qenë to. Që t'ishe ngrit që atëherë kur u bë? Atëherë, për sa i përket mbikalimit e sholla vjetër që i themi Po, ne, po. atje është e domosdoshme, o nën kalim, o mbi kalim. Sepse po vritën njerëzit. Detyrimisht do kalojnë njerëzit. E ke fjalën për një qendër të lekajt. Kjo përkon Maton lekë ka lagje Dede. të lagjet e drejt duhet se s'bën mbi kalim thua. O nën kalim, o Dëm ndejo është ta flasë. Po, ja ta mbaroj. Do ta ja prap mikrofonin. Po më vetëm mbaj mend. O nën kalim, o mbi kalim. E para, e dyta, rruga e lagjes Dede i vdekurin njallët. Për s'dyti. A ç'keq është? Për arsye se nga lëkundit e tepërta që bën arkivolja makina, ai njallët për së dyti. Aq keq është. Aq keq është. Ku rruga Dedevet nuk ka asnjë lloj shpenzimi që të bësh një shpenzim të madh, nuk mund ta bësh sepse e ka materialin në vend. E ka bazën të ashtu, as kanë vetëm i kanalizim don, anë një shtrim, as gjë tjetër. Për kaq ka mbetur. As për aq. Si puna edhe kësaj rrugës tjetër? Për aq. Po, ja tam. Kurse ke tokat nuk na del kosta. Jenë kosta del zero. Një grurin del kosta për 400 për 450, ti nuk të del kosta as me 300 jo. Me 300 lekë, del me humje. Gruri. Pra te gryri jeni të humbur. Të humbur. Po pse vjen malli huaj asi? Kush e ul çmimin? Çmimi tashi e ulin edhe mallat e huaj. Vjen nga Mallat e huaj e ulin. Malli serb. sërbe bëhen sërbe gjithmonë janë këtu bëhen. Kështu që edhe ke lagje Ukaj, janë të lagjes Ukaj këtu, le të flasim vetë për të lagjen këtu, por lagjen Dede është për t'i qa hallin. Për aq sa për i kilometër rrugë. Për i kilometër rrugë, i kilometër kanalizim. Ne do shkojmë pak më vonë tek lagja Dedej sepse me gjithë të shi Po. e kemi edhe të pamundur, po t'ja kalojmë edhe një banorit që është te kjo zonë të fshatit Tukë. Ja, edhe këtë zotërin. Ju përshëndes për ardhen që na keni bën këtu. Unë jam një banor i fshatit Lekaj, banoj në lagjen Ukaj, dhe problemi jonë është ne janë radhë parë në spostu gjithë në bust autostradës, ke toka tona aty. Për shkak të rrugës Po, besoj. për shkak të rrugës një, për shkak të ujtit dy, edhe na kanë vënë një disa tuba për ujësjellsin, kina 30 vjet dhe ato tubat na kanë ngel vetëm kështu për pjet, siç rrije dirama kështu si statuja aty kur flet. Edhe problemi edhe kanali Peqin Kavaj e Po sigur po e pastrojnë, sikur po e nuk e di, e mermetojnë. pastrojnë kështu, ta shpjegoj vlla jo ty vetëm. E kanë pastru vjet aty ke shtëpia ime deri ka autostrada. I thash atit shoferit thoshun po puk një fell nuk do futni, jo thonë do ta pastrojmë këtu thonë që ti sa t'ja çojmë foton atyre atje në Tiranë që ta shikojnë thonë që është pastruar. Sa Është për fasad, 100%. vetëm këtu afër. Po, ja një 20 metra, i hudhi nafta i aty, i dho 20 kg naftë, jetën e morën e çun në dispozicion në drejtim paditur. Kjo ishte situata. Kjo ishte Domethënë kaq situata. ishte pastrimi. Rrugë e gjitha këtu nuk kanë marim, na kina disa vite këtu, shumë vite që son zhvon dorë fare. Ujtin e 30 vjet nuk kina ujt pishëm. Kush ju ashtroi këtë? Këtë çik rrugë. Te e shtrun vetë nga problemet që najnë të shkretu që Po. i myti këto, i myti. Po. Nuk e di se si e bëjnë hallë. Edhe unë atje poshtë na vje gjithë pluni aty. Çfarë pluni nguroreve? Kam një ullin shtu,
Ajo lishtet të vishtit ditë që e ka mytë pluni gjithë nuk bët do thahen. Po pra nga guroret apo Nga si? guroret pra, nga guroret. Keni shumë gurore këtu? Është një firmë nuk e di kush e na pruni atëherë që s'di çfarë thënë. Edhe ngeli këtu ke ju. Ngeli këtu, po mirë, le të bajnë se ne nuk kena dakord, rrugë le të bajnë. Se po të shtrojnë rrugën edhe të morin masa pra se edhe ne jina në vitin 2025. Po e kuptoj. 2025 zotrim me pluhur me kështu është skandal. Të vish tuti kur fryer tu të shmenësh. Nuk rrise, gjithë të kamionat që të bëjnë aty? A i le të baj, ka drejtën e vetë. Pa mund të ta shtroj rrugën. A e kupton? Pra ata vetëm çka kanë bërë këto 100 metër Po që i hullin pak se edhe ato e shkelin prapë se ti di ato janë s'kan jetë moj ato. Kur ishim herën e kaluar, erdhëm me durimin këtu, edhe ishte një kamion gjigant fare, aq i madh se si hynte këtu. Mirë, le të punojë më burrë dhe le të punojë si gjithë tjerë. Pa më të mojnë masa, nuk e di, kina shumë problem. Bujësia ka përfundu. Bujësia është zero. Zero se s'ka kanalizime. Kjo është myzeqe e vogël. Ja, ta shikosh ta kapësh me kamerë atje, ta shikosh, shi si do gjithë pyll. Ke frikë atje se bojnë çka ke gjithë natën, nuk shkohet natën. Edhe si quhet toka juaj, tok bukvale. Po këtu është tokë që prodhon vetë. Po. Edhe kështu që nga më të mirat. Dikur ka pas mbajt edhe ka pas mbajt Tiranën me furnizime. Ka që kampion 25 kg tokë Robestonit një këtu me gëzon. Shkote, një Itali, në Gjermani, u ngarkohesin. Tani? Aha, tash parake që jellin një qik mjesra. Ta e kuptoj. Si quhet? Unë quhem Dalip Mema. Jam banor i fshatit Legaj. Juroj në radhë të parë mbi se ardhen tuaj që keni ardhur që çani hallët e këtij komunitetit. Komuniteti jon ose fshati jon ose lagja jon ka shumë halle. E para hera është rruga, që është më minimalja. Sa gjatë është kjo rruga? Kjo rrugë bëhet as bëhet kilometër, se plus minus 1 kilometër tu po ke drejt sa ose gjithë fshati Legaj afërsisht 2 kilometra. E gjithë fshati Legaj për të urbanizuar. Për të rrugët po bëhet 2 kilometra rrugë. Këtë problem unë e kam ngrit edhe Grida Dumës kur ishte atëherë kandidate për në kuvend popullor. Qa ta Grida? Grida e mori për sipër, për faktikisht nuk fitoi. Edhe kështu që rruga ngeli pezull. Grida e gjithë ne. Erdhi, nuk kemi lënë vend pa u fut në atë kohë, nuk u realizu. E para, edhe problem tjetër ne kemi punë të tokëve. Tokët tona kanë ngel batall kur i themin e pa plugu, pa punu, sepse infrastruktura këtu që ne nuk funksionon fare. Tokët tona janë tokët më të mira të zonës të Kavajës. Ne kemi një problem mbi kalimin ose nën kalim, sepse në lagjen tonë janë vra shumë vetëm. Duke kalu, i pare kaloj edhe unë kam qenë premis për të vrarë në Ju e kaloni autostradën shumë sipër? Kalojmë autostradën sipër, sepse unë kam një gomar, nuk kam makinë. Të shkojnë të dalë mbi kalimin Legajt, du 2 orë. Të shkojnë fush të marrë ushqim për baktit. Pavarësisht se sot kemi bakti fara, kjo na ka detyruar që i kemi heq gjithë baktit. Ajo mungesa aty mbi kalimin. Mungesa mbi kalimin, sepse ne vritmi aty. Unë aty do kaloj me thes plehu që do të nxjerr nga fusha, ç'të bëj? Makinë s'ke, mjet s'ke. Po s'kam makinë, se po të kisha makinë, nuk kërkoj gjatja së shtetit, nuk i kërkojmë diçka që të vit punoj me mua ose ta mjellë i tokën time të mashtjeri mu bukën. Thon bukën e shti vet, dita shti vet. Unë të gjithë të pjesëtarë këtu. Pra për ne kemi shumë probleme. Inshallah ju mund ta bëni diçka, mund ta realizoni këto kërkesa që kemi ne. Ti sa tokë ke vet? Unë vet kam 7 lëm tokë. Tuat. Të mijet. Që të marrësh me qeran. Po të marr me qera, që të marr nes, po unë s'po punoj tokën time, jo të marr me qera. E kam dhënë me qera tokën time. Ja ki shoku i ka dhënë me qera tokën. Me interes? Apo me interesi kanë? T'japi sa t'japi. Po ai që e merr. Për to të kapsh. Po ai që e merr, me çfarë kultivon? Ka mjetet e vet ai. E ka mjetet. Ka mjetet e vet ai. Aha. I ka nga zeturi deri te ato kombaj. Po çka i komplektuar ai? Ai ka mjetet e vet ai, përballon deri diku. Se ne nuk e përballon mirë. E kuptoj. Me ujin ver si jeni? Me ujë me oscilacione themi se edhe kemi pas, edhe s'kemi pas. Ujtë pishëm. Ujtë pishëm? Po. Se për vaditja pastaj? Po vaditjes bëhet lavë se kanali Beqin ka vaj ka shumë pengesë rrugës. Kështu që pa u pastru, pa u mirëmbajt. Kemi parë gjitha të show duke i bërë me beton. Tani më thuaj, deri ku është bërë ky kanali? Ne nuk beton tuke ne nuk shohim fare. Pra beton kanali juaj nuk ka. E thanë edhe këta shokët parafolës, ata punojnë ose pastrojnë sa çka kap kamera.
që të çojnë atje sa për të pa. Sa shef si ju tuk e gjatje, bu gjatës. Kur të vjen uji në parcel? Kur? Në qa muaj? Ujti vjen Në qa qeshor. muaj? Të vjen qeshor. Po kur të duhet ty? Pa, ujti duhet që në maj. Në kotën vetë ka pasar në 1 prill kanali, 500 kavaj. Në atë kohë. 1 prill. 1 prill. Se ishin serat, kishin perimet e çdo gjë vite me 1 prill. Tani Shumë është një vepër shumë burë, kalon pa problem, nuk don energji elektrike që ta fusi ujë. Po. Mbyll portën dhe bjer ujin. Me kuptoj. A e kupton? Thjesht duhet pastruar. Ai kanali është bën me të burgosur në kohët. Po. Kupton, është një E vepër qartë. e madhe. Ajo Ti vepër- tani nuk e fut ujin. Ajo quhet vepër arti. Kanali 500 kavaj quhet vepër arti. Shkoj pa ndet. E kuptoj. Kanali 500 kavaj quhet vepër arti. Bakti ke më? Pas kam sot, nuk kam bakti fare. Po ke patur? Po kam pas 3 lob, 50 krendela kam pas. 3 lop? Edhe Tre lope. zero sot? Zero. Po si ja bën për qumshin? Që blem, Je kthy në blerë po si blem, kavaja. si qyteti. Si qyteti. I herën javë Po. 5 kg qumësh, i blem të fshat. Blem. Po ku shet më E bëj? gjë lagja, e gjë Dy lagja vetë dhe dej, dy- e gjë dy lagja lop dhe dy dej me. 3 lop ka. E gjë lagja dhe dej, që mund të ketë pas çdo derë nga 2-3 lop, vetëm 3 lop ka lagja dhe dej. Që përfaqësojnë gjithë që marrim ne nga i pi qumësh apo me mundësi ndryshme. Unë kam jetu në kavaj. Det me qumësh ka qenë atje. Kur që mbanin... Po ka qenë se fshati gjën ka vaj çon të gjithë prodhimin e vet. Që vinte makina, merrte grobollante. Sot kemi ngel në pezull. Nga çdo drejtim. Po mbi kryesore thash është rruga dhe mbi kalimi. Po të Kryesore, rregullohet ajo, kryesore. mund të ketë një dritë jeshile? Në ka dritë jeshile në fund tunelin, nëse ajo rregullohet. Po da maj Qose lopën bëhet. po rrugulluaj. Sepse Pra e ne bën, po bëre mbi Sepse do nën të kalimin. kthehemi- do Unë të do kthehemi themi prap. vetëm vllave se për Po. 3 ditë. Unë me lirë metën në atë kohë, Po, 2 herë kam shtruar, i herë në Harizje, i herë në Gosë. erdhi meta këtu ja the Po, ballasi. po sot do në Burgaj. Po tani çfarë i bëjnë e metës në burg? Na premtoi se do ta bëjnë mbi kalimin. Si në Gosë, si në Harizje. E, nuk e Kemi bëri. qenë jo dha urdhën ai. Dha urdhën. Mi jam dakord prit për urdhën, na ma urdhën. So bo. Atëherë unë kam punuar edhe në rrugën që u bë Rogozhin Durrës. Po, Edhe më tha greku, këtu nuk ka një gjotë më, tha vetëm këtu nën kalim poshtë, nga një 2 metra, sa asgjon se me kalu ju. Mi për në atë kohë, unë aq fuqi Jena në 2000 s'ma boni, i lirë me atë do të bëjnë mbi kalimin, unë ndalova. S'kishe që të bëjë. Mbi kalimi që u dha urdhën me bën lagjet tonë, se kush e boni këtë punë e qitën këtu. Këtu s'kishte Europë, i është mbi kalimi. Kalim mbi kalim. Kjo tradhti mër burë. Pes mu. faleminderit. Faleminderit. Kaq është puna. Faleminderit. Si të quaj? Luan Sula. Luan sa vjeç je? Jem 50. Me çfarë merresh? Jem banor i lagjes Sukaj. Dhe jenë në 2025 dhe unë tërp të flas me akon për rrugë edhe për ujë. Kërkesat e 91-shit më i mëndur. Po të vesh i 100 metra më sipër me mezitetën skrepi, jo i makinë. Po do i filmojmë gjithë rrugët. Gjithë shka që ju do thoni, ne do t'i dokumentojmë me pamje. Qoftë se shkoj 100 metra sipër me ec, mezit kalo skrepi, jo Ne kemi ardhur para Ne- një muaji, ka qenë kohë më e mirë, 2 muaj mos gabohem, ka qenë më e mirë dhe s'kishte shi. Do vim t'i shohim edhe tani në situatë shiu. është shumë e vështirë. Si ja bëni ju? Si bën ashtu si të bëm. I herë dy të harmoj ndrom atë gominë e makinëve. Pra i fusni lek makinës. Çfarë bëm? Ato lek që duhet shkonin në vend tjetër, Bravo. për fëmijët e për tjetër. Jo shkolla, i sem për fëmijët, Fëmijët këtu i çon në shkollë? tu poshtë. Ju bën dhe shkollë të re. Shkollaria është bo, po nuk u hapa hala ose A koma së shapa ja? pa edhe as për të hapë s'ka si duhet bo. U që di. Po a kanë zënës për shkollën e re se... Zanës shumë pak. E Mo kuptoj. t'jenë 20-30 jetë shkollë. Kjo rruga juaj ka qenë ndonjëherë në plan për të ushtruar? Kjo ndoftë o shtruja 20 herë, po me laps. Ta mendon që i E kanë me shkuar lehtë. lekët në drejtim tjetër. Bravo. Ne shohim të rrugë të pashtruar tash e 34 vite. Por, pyetja ime është shumë konkrete, edhe për të marrë një mendim tuaj. Ishte më mirë në kohën e komunave apo ishte më mirë me njësi administrative? Tu nuk ka ndryshuar si sënë, si në komunë, si Pra i saj.
Ti për shembull Pa ato që nëse ka qenë punë, pa ato janë, pa... ju jeni ankuar në një te ky kryetari i bashkisë. Po Te shko ky sotmi i djeshmi i pardjeshmi. Po shko kët. Po di keni qenë, ha? Do thonë mirë thotë. Po çfarë thot ai më? Mirë thotë. Do Ama po. për cilë, për cilë. Te për cilla e dia, më rrë film. Po ke më bet. Na e kuptoj, ja do vi direkt te ty tani, direkt me zotris. Çfarë do t'i kërkojë kryeministrit? Ball për ball. Po çfarë do të kërkoj në 2025 thash rruga e ujë akoma çfarë kërkosh më ditë. Pra baza e jetës. Baza e jetës, ajse. Spojnë ka mas lek qyll, ajse. Unë s'po të them as për subvencione ty. Po ato A merr zona subvencion? Ato harrojnë po. Harroje. Ato harrojnë po. Si unë farë Të në tjera- subvencione. Pra ne jemi në zonë bujqësore, nuk po flasim për prodhim, po flasim për rrugë për të shkuar në shtëpi. Vetëm për rrugë për shku shtëpi. Edhe për rrugë për pi. Edhe ujë për pje. Ujë sa të vjen? Sa orë? Në verë po kuj se vjen shumë pak Shumë pak. në verë. A që jo dimër ka ujë po, në verë s'ka. Në verë s'ke. Atë që do ujë s'ka. Po si e bën e bleni e ti? Unë ka për shembull pus vetë. Edhe ka hap një njerëz gjithë pusë vetë. Të gjithë me pusë. Shpime. Miliona. Sa shkon një pustu? Ha, dhe 6 milion. milion sa? Edhe milion, 5 milion. Varet nga Nga thellësia. thellësia. Faleminderit. S'ka gjë. Faleminderit. Babe, si të quajnë? Më falë, kërkoj ndjes. Quajnë na zgëtar. Kemi, Sa vjeç? unë jam me 67 vjeç. Edhe 100. Rrofsh, nejt. Kemi problem këtë rrugë. Kemi 34 vjet që kemi ardhur këtu, se kemi qenë sipër, kemi ardhur këtu me këtë vend këtu. Edhe kemi problem të rrugë. Jo problem, pa është problem i madh shumë. Kjo nuk bëhet më shumë se 1 kilometër. Nga gjatja deri këtu ku jemi ne këtu. Aha. Nga gjatë deri ku jemi Ja të këtu. lutem, duri. Sot do shkohet vend, është pa punë pa gjë, kemi kurorë këtu. Po? Të vinë djetë, ose të vish për ditë këtu ku shkohet mirë, këtu vetëm me i shem shtëpi, me i shkot rrugën të fare. Nuk të ndrohet. Do të rish në shtëpi, të pish i kave, të rish bashkë me obet. Të nditët shtëpia më dha ku kaloj makinë se kanë peshë tonë makinë këtu. Ai të punoj, ne nuk e lojmë, punoj ai se ka gjatë e dhënë të e puna ti, po të pa edhe në shtorin të këtë rrugë. Ta ka bon si gjojë se ko është tu një herë. Po qaj honë 2 centim, nuk do 2 centim se ata janë tralet kanë peshë të madhe shumë. 400 nga i dalë. Paranaj që kjo unë them të shtrohet nga gjatje që kemi problemet tjera. Deri këtu të shtrohet që atëherë u ka zgjedhë, një kjo. E dyta, puna bigënimit. Na kemi bigënim në të shkojmë gosë, në tavë kemi gjithë poshtë. Shikoj tavës janë atje, tavët i kemi në batal komplet. Si që folim para folis. Pra ju i shikoni tokat nuk shkon kurrë ti. Jo, i ke batal Ti që e do marrë. thoni mirë mëngjes, po në distancë. I shef nga këtu, mi më jashtë zu tokës dhe edhe më që të shkosh, s'ke, nuk të shkosh, o të shkosh në gosë, o të shkosh në Iluzje. Iluzje. Atje të shkosh, dy rrugën, po të bash gjithë rrugë do 2 km, 3 km. Me shku, po nga 6 km, gjysë ditë herë dhe merresh vetëm me ushqimin e gjomës. Për gjysë ditë shkon Legje gjomët na i kemi heq. I kemi heq se s'kemi, nuk e ushqen, më që të ushqen. Pa na që na kemi problem. Këtu e jep, këtu ku përnohet të më të gorohen të pluhën dë njëjë këtu, nuk rrjet. Është vështirë. Këtu edhe kryeministri të ri këtu të vinë të shohi ditë këtu, dhe thotë, o bë, që ta kanë të këto më bërë. 34 vjet më shtrohet që rrugë, i kilometër rrugë, e shtru rrugë të gjithë më bërë, shkosh në gosë ke qetë i shosh, në venet tjera ke qetë i shkosh, në kemi njës, në qemë, kemi njës, në thënazhi, ke qetë i shosh rrugë e bërë rrugë për smaj. Këtu ke ne është, nuk e di, as në tropoj, as në vërmash, as nuk e di. Ma kejse është në lege dhe me dhe. Nuk kam punë politike këtu. Tu se e ka djallë, se e ka majta tu nuk ka punë politike, pa këtu nuk di s'kanë vodorë fara. Nuk kanë vodorë. E kanë lokshën në rresë. Kaj se, Ai kryeministri ka ardhur ndonjëherë këtu? po kryeministri dele të burimia, dele të fletë të, unë biles ku shetë, unë s'do të njëjë mua atë. Se vetëm është trime. Po, që ke mërzit parë. Dvit ballaqohet me mua mu, hajde dhe them, hajde rri këtu, hajde rri 5 minuta me mua ti këtu, pikave në shpitame të sa kam ballë të rrugës unë, po nejti i 2 minuta të më vrash. Edhe si jeni as larg nga Kavaja. Ti Po ku është Kavaja? Po këtu. Tirana ka për një Po orë. këtu është vend pullumësh.
Këtu të bëhen të shtrimet të rrugët, bëhen të nënkalimet, do të ishe bëhen nënkalimet. Toka për ne ka me vetëm për nënkalimet, që ka me të betat dimshët. O gjënat, tokë që kemi ne nuk e ka një republik, tokë që kemi në zona jonë du. Nga gosët dhe më thonë, e dhe në këllu që një gjithë të fuqë, të Ka kemi marrë të një gjithë. zëqe e vogël. Mësë që, këtu shaltini ka që bo, këtu domatja ka dilë jashtë shtetit, tu Sheltini ikë në Gjermani. Gjermani, po. Gjermani. gjdo gjonë këtu kohën vetë, të ka qe për Mbajnë smari. edhe domatet, i Domatet në Bulgari, domatet për smari fare. Çeki. Vend, tu ka qe vend punumësh, për këtu u ka vonë rres fare. Një pyet, Urdo. kam një pyetje shumë domethënëse. Ai kryeministri thotë vinë 10 milion turistë. Ju e keni vijën e Bregdetit shumë afër. Po. Logjikisht, gjithë prodhimi juaj do duhet ishte i parashitur. Po, Pra domatja, kastraveci, gjithçka. Do shko të gjithë në Bregdet. Tani ju nuk prodhoni për veten tuaj. Ne nuk sigurisht vetën tonë, A ja. shet në njëri Bregdet? Po jo, më burë, qësh... Pra as domatja juaj, as shelegu juaj, as... Po të gjithë, po s'pënohet. Po me çfarë Po janë hanë që ata thotë turistët? komunisti vetëm mështrime ka. Jo, që Ditë më kurë, ditë e thënë pazar, na shif nesër si blim. Po gjëna, kjo rrugë të më të shtrak, kjo rrugë të është... E mosket dektori kje rrugë. Lektori, po këtu ka qenë, këtu ka pas me lopë, me bakti, tim të trashët, më këtu ka qenë, kam Kohën qenë, verit. kohën vej këtu, ka pas me mi krajnë, ku sa mi krajnë, ka pas Lagje lektori. jonë ka pas 500 lopë atje. Lopë, ne kemi pas lopë. 500 lopë, unë kam qenë jeton. lagja kush? Dede. Atë kanë qenë ato. 500 lopë. 500 kanë lopë në jenë stallat, në vend. Ku jetë? Ishin Sot ka 13. putar, 3 lopje. E, Nuk ka ku të shkoj. o shoku jonë, këtu nuk ka punë se me mla, nuk ka rësime të mla gjithë lagjen. Të mla, se tu me mla lagjen, lagjen njerëzit kanë nikë një bështetit, shiri shpijet, një bështetit gjithë shpijet. Ato shtëpiat atje? Ej, Janë bosh, ha? s'ka njerëzit tjera burë. Ka nikë njerëzit gjithë. Po ikën në Tiranë, ikën një shtetit. Urda? Ka nikë në Tiranë apo ka O, nikë pa ka nikë shtetit? shtetë, s'ka me që t'jetoj këtu. S'ka me që t'jetoj këtu, ja se ka ikë në Tiranë. S'ka me që t'jetoj Kur thua këtu. ti me gjithë ato ka s'kan çfarë dietoj? A di pse vetëm në nënkalim, tu t'ishe bojnë në nënkalim, tu jemi në lagje ukaj. Tu. T'ishe bojnë në nënkalim, është i vend quhet komodon tike. Po? Bohat në kalime të, bohat në kalime këtu. Ashtu Se greko edhe më këtu thonë, do ishte muzikeja ma dhe se Për dy këtu nën kalime rrin toka dje. për dy nënkalime, rrin gjithë këto që shohim na, që shef syjon tu, syjon e shef të vendin tu bukur. Këtu kemi në Monkodës. Ja ti themi operatorit Robert Cani, bëj plan të lutem. Shikoj tokat atje nga anën tjetër të rrugës, që edhe ta kuptojmë. Po të shohim Por ato pse. toka bëhet Të shohim, fjalë, ja. Ja, Ati është bërë 2 metra kallami atje. Më fal. Po kaloj e digë të zë. Këtu ka qenë gjithë sera, ktheje kohën e neu toka jonë qytje, Po, Kanë që sera. e del atje. kanë qenë serat. Sera gjithë. se bu zgjat gjithë. Edhe më Gjithë fal, se nga gjithë shkom del atje. Po mirë sera, pse nuk bëni sera Se ju të bëj sot? serat, me që di lagim në, ku e kemi për orë atë, ku kemi rrugën në, ka të shkojmë nëre. Po s'ke ku të kalosh, nuk ke ku të kalosh, nuk ka rrugë. Pra, nga do që ta çojmë te rruga. Nga do të lëviz me da do nën kalim. Nën kalim, shati e do nën kalimin. Jo mbi kalim ka Po bojmë. ti edhe po të bëhet në ngalimi ty s'të vjen uji i vaditës, si ta bësh? Si ne vjen poshtë kanalit. Po do vinë se zbonan ku të shkojë, do vinë uti se uti po da në det. Po da në det Ju uti. se tha zotëria që vjen në maj, në vjen që të shohë që duhet në maj. Po kur të vi? Po kur të vi që të bëjmë me sakrificë? Do bënojmë me sakrificë, po që Deri pus do shpoje ty këto, sa ta maj bimën deri në atko. E qartë, e kuptoj. kryesore këtë po Pra nuk ka kryesorja dhe e pa negociueshme është në nkalimi. nën kalimi. Po ti po të bëhet nën kalim. Ke lagja ugaj këtu. Edhe më tonë ku bashkohet gosa, një. Gosa? Bëhet dhe nën kalim nga legët edhe në këtë det, dy kalimin bëhen tu, tokët do punohen komplet. Komplet gjitha. Do njëllën komplet. Kurse sot rri tokë batal vetëm për dy nën kalime. E kuptoj. Kjo është, Ti vetë sa fëmijë ke? unë kam 4. I ke këtu? I kanë i gjashtë. Të gjithë? I kanë mërtuar. Të gjithë kanë ikë jashtë. Po që të bëjnë të më darrime mu që unë ja? Që të bëjnë që të spëjetoj unë? Dy plej jemën. Jetohat me 100 milionë. Aq marrë? 100. 100 100 milionë. lekë marrë unë, He. 90 lekë marrë gruja. 200 lekë nuk i plëcoj. Po Ashtu. sa tu rrit pensioni?
qa u rrit pensioni më bu, pse rriti që aja. Ka qenë mi Po aja që vetëm sa mu talë me Po, publik. tamam për ta marrë vesh sa u rrit. Po 4.000 lekë, po që 4.000 lekë, që më rrit mu. 4.000 lekë nuk plesoj i paketën, nuk pi kafe. Son dhe pi kafe të regjohën. 4.000 lekë. Ilaçe merr? Ilaçet janë të Marrën ilaqet janë kryesore. Unë nuk haj bu pa ilaqe, burë gru. Na jemi ilaqe, me diabete këtë lloj. Sa të shkojnë ilaçe? Mosha, Sa të shkojnë? a di sa shkojnë ata? Ti do shqip fare. Shqip? Ata shkojnë 9.000 lekë sa morën pensionin. Edhe unë të shqip, Njëri pension unë ikën i pension, edhe unë do haj naje në me A i t'i boj do unë se ka fëmijë, po unë që s'kam fëmijë 81 vjeç. Ashtu. S'ka njeri, Ajo Duhet përpijet. Ajo vetëm, s'ka. 70.000 don, hilacet duhen, unë shkoj pa gjeta një gjohë me hangë mjes gjedhe, hu që i ku haj bukësat. Ashtu. 34 vjetë kom punu. Andjove, E kuptoj. edhe gjithë talëm në mu se gjithë këtu, që shefti këta kodrët, ja janë këtu, e deri në kryluzje, kjo dori ka po gjithë 36 brigada. Plus ujtin që e kam marrë nga Gërmoni, e kam pru prapë në dekaj, 36 brigada ke pas drejtë. 36 brigada. O masivi Tarazë. Punosh ka që këko. Edhe të mosh 100.000 lekë, 100.000 lekë. unë kërkoj që thejmë o zotë që s'me shpirë dhe noa, se si jetoj do. Jo, se është e dhimbshme. Që të thona Se me trisht. falimderi për televizion ju që na kujtoni pa që na dhat një Sa të keni zë, ne do të vim të ndjegim. Po e ju rujtë zoti që na botet rrugët jetë, paktën që shkojmë rrugëzinën ka vaj. Rrofsh, faleminderit. Ju Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Ju kujtoj se ndodhem fshatin Lekaj. Ka qenë hambar për Kavajen, hambar për Durrësin, hambar dhe për Tiranën, para 90-s, e tha zotëria, mbi 30 brigada vetëm te Kurora. Sot shtëpit janë bosh, shumë familje kanë zbritur buz rrugës, pse? Se s'ka rrugë. Kanë mbetur tokat pa punuar në anën tjetër, thonë zotërin. Pse? Për 2 nënkalime. Shikoni pra, me sa pak investime, me investime të bëra keq në kohën kur janë investuar, flas për autostradën nga Kavaja në Rrugëzhin, që s'është menduar për të lënë 2 nënkalime dhe tokat në anën tjetër janë djerë. Ka dhe të tjera, do t'i themi në pjesën e dytë pas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhem në një nga lagjet e fshatit Lekaj. Është një lagje që nuk ka rrugë. Është quhet lagja Ukaj. Kjo lagja s'ka, po është edhe një tjetër që quhet lagja Dedej, edhe ajo pa rrugë. Pse i kanë lënë pa rrugë? Kush i ka lënë pa rrugë? Normal që këtu pushteti vendor nuk ka vënë dorë. I sotmi, i djeshmi dhe lusim Zotit që ai që do vi të vër dorë. Dur, takohemi sërish bashk mbas emisionit të Gosës. Fatmirësisht u bë diçka. Ne nuk kemi për të nxirr apo për të zbardhur me padrejtësi, por vetëm me vërtetësi. Pra ne vim e shkelim, si ju, shohim baltën dhe themi këtu ka balt. Shohim rrugën asfalt, themi u bë asfalt. Kështu që ai zotëria, kryetari i bashkisë, pavarësisht që ka heshtur deri më sot, e bëri punën, të paktën një punë. E bëri dhe ne i themi faleminderit për atë që bëre. Tani mirën ditë, çfarë ka problem këtu? Erion, unë ju përshëndes juve që është, dhe më thonë, e treta herë që ne takohemi për të ngritur gjithmonë problemet që ka gjithë Shqipëria, jo vetëm komuniteti jonë, sepse është një pjesë e madhe e Shqipërisë që është po në të njëjtin hall që kemi edhe neve. Atëherë ti bëm një përmbledhje të gjithë problemeve që thanë edhe gjithë bashkëtarët e mi që janë këtu. I falenderoj të gjithë, sepse kemi ardhur gjithë për një hall. Siç që kemi thënë edhe më përpara, problemet e këtij komuniteti janë ato që ne jemi vetëm përfaqësues, po ne para se të vim këtu kemi takuar gjithë komunitetin, por të gjithë edhe pse kishin dëshirë të ishim pjesëtar të kësaj të këtij emisioni, për motive se do ushqen familjet, domethënë dikush është në punë. Kanë frikë?
Jo, nuk është puna e frikës, janë komplet domethënë dakord me, si mos jenë dakord kur tjetri nuk ka rrugë, pse do jem vetëm unë, nuk do kaloj vetëm nuk do ka rrugë, do kalojnë të gjithë. Por thash motivet që ne jemi vetëm ne, por edhe të tjerët që kishin dëshirë të ishin, për motive thash pune, nuk mund të jenë, por janë. Domethënë pjesë e këtij emisioni dhe kanë shprehur. Ne gjithmonë kemi thënë që kjo nuk ka lidhje me politikën, por do ta kalojmë aty për një fragment. Janë deri aty sa thonë që mos guxoj i majt, i djath, i verdh, i kujt futen këto lagje që të tallën me ne, pra 34 vjet vinë kërkojnë votë dhe çajin ikin. Dhe pra fakti është ky që s'kan bërë asgjë. Pra irritimi ka arritur deri aty sa nuk votojmë. Ato thonë tu në këtë lagje mos futet kush, nuk na intereson, është i majt, i djath, i kuq, i verdh, ku ta dim ne çfarë janë ato, e din vet ato, boll me mashtrime. Boll me mashtrime. Atëherë, siç e thanë parafolsit, kjo njësi administrative ose them ish kooperativa e lekajt, Bakti e trash ka qenë deri në 5.000 kokë. E trash, viça, dera, pula, dele, sot, dhe më thonë, Bakti e trash deri në 5.000, kanë qenë mbi 3.000 e imët, dele dhi, edhe dera po them, kurse sot është degdisur, pra një fshat mund të ketë 2 lopë. Tokat, si që thamë për para, prodhim nuk ka. Dalim ne, ham domatën që vjen nga Greku, ham domatën që vjen nga Serbi, patatën gruj që vjen nga Serbi, duke pa mërkullin që ka ky vend këtu, hambari Shqipërisë. Edhe ne, si që ishe mëzëqes, i cilësoj. Zjatimi mëzëqes është kjo? Dhe më thonë, hambar, po, kur nuk ka infrastrukturë, nuk për them ne, kryeministrit, apo ai që është, vita punoj tokën, jo, punom ne tokat. Ati takon infrastruktura që njerëzit kanë mundësi të shkojnë të toka. Nuk ka mo tash të shkojnë, nuk babon krah tash me thas, akoma si në epokë. Do të shkojmë me mjet që tashu, mjeti nuk shkon, tokat janë pa punu. Infrastruktura, domethënë, kanalizimet janë të mjerueshme, siç kemi thënë. Tokat domethënë degradohet, nuk ta jep atë prodhim që toka ka nevojë edhe për ujitje edhe për kullim. Janë të lidhura gjërat. Kostot janë rritur. Kostot janë stratosferë, plerat. Sa vajti dapi më se nuk ranë një qika i dapi shkret? Sa vajti? Sa ishte para krizës? 34, 2? Pra Erion, nuk di si të falenderoj, po fjalët janë të kota, ne duam fakte. Kryeministrin i bëm i thirrje, kjo është drejt për drejt kryeministrit. Po, drejtohu nga kamera. I bëj thirrje kryeministrit të jetojë me hallet e popullit, jo të mashtore popullit. Kryeministri thotë ne do ta fusim Shqipërinë në Europë. Europa të mytet këtu në gropat e Shqipërisë, nuk ka ndërmend vinë të bëhet pjesë e Shqipërisë. Se po bëjmë ne pjesë e Europës, do bëhet dhe Europa pjesë e jonë. E do vinë mytën te gropat e Shqipërisë. Jo. Kjo është komplet një talli me popullin shqiptar. Tokat i keni me tapi? Me certifikat. Me certifikat. I keni. Me certifikat. E di se ta bëj këtë pyetje se ti e di që në shumë vende tokat janë akoma me AMTP. Pra ju i keni të regjistruara. Po ka dhe kusht, jo gjithë janë të regjistruara, sepse me certifikat, me dokument. Shumë bukur. Gjë e mirë kjo që i keni me certifikat. pra unë këtë i them eftoj kryeministrin, tullet, nuk mashtrohet populli më tash duke ashtu, sepse ne tash i dim, kryeministri thotë atë shprehjen e urtë popullore që peshku tha ai qelbë nga kocka. Jo, se dina atëherë, ai ku nuk di shprehjen e urtë popullit shqiptar, që ai peshku qelbë nga koka. Dhe peshku është qelbë nga koka deri te bishti. Se ne e dim që pisliku fillon nga lart edhe vjen shtrihet deri te kryeplaku i fshatit. Janë të gjithë me interese personale, jo për intereset e këtij populli. Janë të gjithë të bazuar në interese personale, duke punësuar njerëz të familjes, gjithë si familje, e ka e djatha, të gjithë ashtu kalojnë kanë ikur, sepse pos patet, pos ushqeve me tokën.
i punësuar nuk je, atëherë janë të detyruar të ikin. Kush kthehet më këtu, Erion? Kjo është një plag, inshallah themi ne lutmi Zot, po Zoti tash na ka dhënë dur, mend, na ka dhënë gjitha. Zoti na ka kriju, po na ka kriju të punojmë. Por njeriu duhet të krijosh mundësi të punojë. E kuptoj. Puna t'ja vlej, se atëherë kur prodhohet me kosto, nën kosto, nuk ka vlerë puna. Edhe të pritën krahë dhe nuk ke pse të punosh. Po subvencione marrin këtu zonë? Subvencionet këtu Ja këtu nga gjitha banorët që keni këtu. absolutisht. Ka qenë vetëm shpëndarja e naftës që u nda, u shpënda domethënë u masakru, nuk shkoi aty ku duhesh. Për këtë vit. Për këtë vit edhe vitet e kaluara. Po shkon atje ku duhen. Më kupton, kjo është vlla, këto janë problemet. Do vi kryeministri nesër do thotë pse si bashkoni këto, të bëni kooperativ thotë. Nuk është Vjet na bëjë kooperativ. Jo, thotë bashkoni vetë ju. Ta bëj kryeministri, bëjmë kryetar edhe na. Edhe Edi Ramën. Po vlla. Si ti bashkojnë, një më dëllë Ja. to. Unë falenderoj Erion për ta mbyllur. Po. Në 2025 të diskutojmë popët një të gjera, është në gjimen tragjedi. Unë kështu e cilësoj për vete. Ju falenderoj juve dhe gjithë bashkëtarët e mi. Faleminderit. Çfarë po thoje? Ja. Po, se do flasë edhe zotëria. Vetëm i diçka. Po. Këto si televizor, po të kishe qenë tjetër nuk vinja, ata e kam kushtrem. E kuptoj. Që duhen me dërrasën E, e qau, kam vet- 30 vjet. Që vet- ty të falem njerë. Vetëm një laf. Faleminderit. Raps. Faleminderit. Sa thirr një lafje për të bashku. Jo ka thënë kryeministri. Mirë, Do në rregull, bashkoheni, do të në rregull. ndihmoj unë si shtet. Si të bashkojnë tokën, një më dëllën tokë në 7 vene. Hajde ma japi mu logo atë bashkimin. Në një më dëllën tokë që kam si familje, 5 e dilim. kam në 7 vene. Kotek. Ku 500 metra, ku një dëllëm e gjys, hajde të shita bashkoj. Sa në fush, deri në Si u kodër. dha copa kështu. Copa pra. Je e kam në tokën tjetrën e tjenë mojtë kodrës. Copa, tash kjo është problemi. Se kur unë dan, një më dëllën tokë, e kam përsej 3 herë, një më dëllën tokë në 7 parcela. Të merë. Që e në kur ti bësh ata, Po nuk i bënin do të grupuara. por nuk mimo? grupohen mota, se nuk merret toka ta çosh ka tokën tjetër. Babe, si të quaj? Si të quaj? qes do të Po pse? Pse? Çfarë? Ditë gasë. O, po ne do bëjmë Sa bëj këtë punë. ne bëjmë bisedë, shumë bisedë. Sa bëj dot. Bisedë misor, çka do të pyesu? Me çfarë jetonte? Si jeton, si e siguron jetën? Me si puna ati. Dorë për pjetë. Po në Pensionist, rani i pikë shi, dhe pensionist, hajmë. Po sëra, pensionist, po, pensiona. Sa vjeç je? 70. Edhe 100. I ke fëmijët këtu apo kanë ikë edhe fëmijët? Ne, Kanë ikë gjithë. që të bëjtë do? Kanë kohë që kanë ikë apo tani? kohë Ka të 30 fundit? vjetë. 30 vjet. Me Vinë ndonjëherë, vinë të takojnë. ven. Vinë. E kanë mallin për vendin. Gujron të e në vend tatë. Vend. Po, a mendoj ndonjëherë që do kthehen në Shqipëri? Së besoj. Kështë jo. Kështu jo, a? Se do dalin ata dikur në pension, do ta pensionohen ande, po të Në vinë mund vend, këtej. po gujron të e në vend tatë. Mendoj. Ka i di. E kuptoj. Ke shumë tokë? Ka me janë si që folin në ta. Sa bëhen? Hektari gjësh, Një qika. Po, kështu të shpërndara, Po gjithë dush me kap të shkopin me qote, nuk shkon së tako, nuk lu shkopin e shkullun, e mullet tje. Po nuk bëshkohet. Një A ne dush me bashku, nuk bëshkohet. punohet toka jote apo e ke dhe me qera? Jo, e punoj vetë. E punon, ë? Edhe në këtë moshë punon, vazhdon se ke lënë punën? Jo. Lëviz, dhe se kam të katën lëviz. Mashallah. Është gjë e mirë, sepse po se punove ti kush do vita punoj, shtohet pyetja. Po pa, shtë të rrisë që ka me t'in hapë qytë e deti. Më tori botës. Që të feqë? Ma me në atë kohë, para 90-s, si ka qenë kjo pjesa, si ka qenë kjo? Po ishe gjë problem. Plëm toke pa punu s'ka pas. Edhe ka shku farra 2 metra. Ke frikë të është narë. Bakti ke më? Pra, Nuk ke më kam bakti. 30 vjetë. E ke mbyllë të bakti? Oho. Do shëbime, do barë. Do ba. Ku të marë? Me që të marë? Po ti mbjellesh me jonë shtokat, ja leverdis, dhe edhe për të mbajt lope, për të mbajt... Po do uja ja. Që të mjellë kota,
sahat të janar. Në ku të kalash? Da banë kraha. Lopa nuk matë më barë më krahe. Për fshatin tuaj e kanë nda mes si operacion. Po. Kanë bërë operacion. O prej. Vetëm më flutëru, ty për shot. Që rabeli që të kalash, sa nysë s'ke. Me kupton. E punon të gjithë tokën apo pjesë? Ja, gjithë. Të gjitha, na? Zakonisht që mbjell kështu. Vetëm rrushe mi allon. Vetëm rrush. Ka dhënë një qikë prodhim rrushje? Apo është Jep me jep, po ku të qëj? Atë një linar, u tha atë. E që të pranë marë me shtira ki, për qefin tam. këto kantinat nuk vinë ta marrin rrushje? Ku ka? Apo thuj s'ka më? Jeton vetëm me ato apo të sjellin të mbajnë dhe fëmijët? Jo, më ta jetoj. Me ato jeton. Shpesu ka fëmijët, që tokën e kam. Me kuptoj. Orion. Po. Edhe këte se po bo kështu edhe këte edhe këte. Po, faleminderit. Faleminderit. Ne ti bëjmë shqyqër atë në fëmijëve që kemi atje. Po, se vetë ne... Aty në fëmijëve që kemi atje. Që na bina në 5 teksh. Se unë vetëm me plakan jam shtëpi. Të 2 pension, pamërësis dhe i diku po me pension, jemi të 2000 ilaçe. Ku me tensionin, ku me zemrën, ku me te, ku me këte. Po me shërbimin shëndetësor, se më kujtove këtë punën e ilaçeve. A më keni në një Për qendër sa i shëndetësore? përket shërbimin shëndetësor këtu ke ne na kanë respektuar një fjalë, nuk kemi ndonjë problem. Infermier ka? I ka infermiere, doktori është për smani, A keni edhe mjek? mjek ore, mjeku është për Që smani, keni super. për çdo gjë Jo, i rekomandim. themi të gjitha. Jo, se jo, që- jo, jo, jo. Bravo. Ajo që dalin në përlagje, në për ashtu, për ato, për Bravo, mjekësi nuk. bravo. Deri diku nuk kemi ndonjë ashtu, ndonjë problem. Me kuptoj. Po problemat janë të tjera që Po energjia elektrike, ju pa shoh që ju ka sjell të kablorit. energjia elektrike e si tamam. Bubullin Shkodër fikën dritën në Lekje. Edhe pse keni këtë kablorin e ri? Bubullin Shkodër fikën dritën në Lekje. Ja, moj barë, po di është ta bëmë për çfarë s'morën. Po të frij çikejer, lënë kablin se kabli ka pjesën e vet. Pra ju jeni dritë njësoj si gosa, me të njëjti problem. Mi vjen me gosën janë ne. Je linj me Pra gosën. deri këtu shtrihet. Në rrogozhinë vjen drita tona, kalojnë gosë, pasani vjen trene. Pra kudo që të ndodh një defekt, ju Maroj puna. Kështu që sa defekte keni patur këtë muaj? Ja me mëron defekt, sa duhet në vllai jemi smumën defekt asi shtrim vllai më ka 3 vjet të pa dritë kanë që gjithë natën. I smur edhe pa dritë, a? mërëm pa dritë. Nëse Mëron pa dritë. me intervale po të punë herë, po të kesh shi kështu herë, dritët fikën. Kaq. Faleminderit. Si që tha dhe ky zotria, edhe unë mos kem djalin në Itali, unë jam i mbaruar. Jam 2 vetë me gjegru shtëpi, as pension, se s'kam dalë akoma pension, as punë. Të më rroj shkollë që kam bo, as ka pyet kush për mu fare. Fare. Po mos kem çun në Itali, jam i mbaruar. Ti tokës ja paguan taksat? Taksën tokës, drita, uje, me qeverin unë jam aq i rregull, ma merr meni aq i rregull që nuk ka ku të shkoj më. Ti shohësh. Në gjelbëm të skimi, në kazanë të të skimi, në e përfajnë në zërë, As kazana jo s'ka. në burë, tu jo, më këtë gallë, jo. Po ku i çoni plerat? Ku i qënë? Me qesën e Qojnë në mandë të Jo me djegim tokë tonë, Po që si ti bëgë djegim, roba aty një djegim. Ja hajde ka unë për dushë ty. I djeg aty, ha? I djega vllai dash se flet në tokë teme. Po Duri, çfarë do thoje? Unë desha të shtoj diçka në lidhje me, domethënë me qendrën shëndetësore të Lekajt. Në kohën e Xhaxhit, kur ishte ish kooperativë bujqësore, në atë qendër shëndetësore ne kena pas mjekët më të mirë në Shqipëri. Kardiolog, Kush ka qenë? Bençeta, Arben Çeta, Pastaj Pedro Xhaferi. Pedra Xhaferi. shtëpi lindje, Po kemi pas shtëpi lindje. Në shtëpi lindje. Shtëpi lindje. qendër shëndetësore shembullore në të gjithë zonën këtu. Zonë e Durrësit. Po edhe sot duhet i falenderoj prandaj e mora, pra që Pra janë ai të sa pakta, japin. Pra ai sa mund t'japin. Ata jemi në janë infermierët janë mrekullueshme, paktën Janë shërbim. janë shërbim ti komuniteti. Unë s'muna infermierja e pron për ditë, 3 ditë. I falenderoj. As u plas për ato. Jo, absolutisht nuk kërkojmë ne të nxjim asgjë. Ne unë prandaj ta bëj pyetjen. Bardha e zezë. Jo, ata kanë A se kemi qëllim si emision fare unë Kjo është konsult. Shiko. Po të kishim ne qëllim, ne nuk do thonim që
bravo i qoftë që shkoi dhe po hap rrugën e Rosteit. Pas faqen e zezë për aq kosa nuk e bëri, ditën që e bëri, bravo i qoftë. Pra, ideja e këtij emisioni është për të thënë vërtetën, reale, pa censur ashtu siç e thoni ju. Kështu që nuk më intereson ajo pjesa asaj. S'na interesojnë ata. Ajo që është. Ajo që është. Faleminderit. Faleminderit juve. Jo nuk dim se të falenderojmë nga zemër për ta mbyllur këtë, se ne i tham të gjitha me pak fjalë. Tani, si komunitet, ktheu dhe një nga kryeministri, edhe thuj ato fjalët e fundit, siç e kemi dhe atë det. Atëherë zoti kryeministër, po të them, po të drejtohem, t'jap edhe emër mbi emër. Unë quhem Duri Mema, lindur dhe banues në fshatin Lekaj, bashkia Rogozhin. Kryeministër, këto janë halët e këtij komuniteti. Ne nuk kërkojmë asnjë gjë, punët jemi akoma në gjendje pune, që të paguajmë, se po nuk punuam, nuk paguajmë dot taksat që pensionet, t'i ngrihen pensionet të tyre pensionistëve tonë, sepse siç e kemi thonë, që nga gjithë Shqipëria me këto pensione që kanë, nuk ja dalin dot. Nuk ja dalin dot. Pra, po nuk u punua, po nuk u derdhën taksa, e dim edhe ne që është e pamundur të ngrihen pensionet. Pra, ktheheni kokën te realiteti. Edhe ju falenderojmë në rast se do të vini dorë për këtë komunitet. Ju falenderoj të gjithëve. Miqtë e mi, kjo ishte gjithçka nga fshati Lekaj. E thamë banorët, e nisëm në shi, na deshi Zoti edhe ndaloi edhe shiu. Gjithsesi ne e morëm mesazhin nga fshati Lekaj. Zoti kryeministër, ky është një fshat i begat. Nuk është fshat i thepisur, ku s'ka rrugë, ku s'ka njerëz. Tu ka njerëz, sepse njerëzit janë të lidhur me tokën, janë të lidhur me pronën dhe vazhdojnë për inerci dhe të punojnë, për aq sa kanë mundësi, një pjesë edhe e kanë braktisur. Ata ta dhanë mesazhin, duhen 2 nënkalime nëse do, dhe nëse qeveria do ta mbështesë, që të vazhdojnë punojnë tokat në anën tjetër, ku, siç edhe tregojnë pamjet, është një sipërfaqe gjigande dhe që do duhet ishte e mbjell që prodhimet të mbanin 10 milion turistë. Tani kur fshati nuk jeton dot për vete, si mbajnë këta turistë, kjo është një pikë pyetje e madhe që është për qeverinë. Emisione rrallë do ta kemi padyshim në një tjetër vend të Shqipërisë, ne do shkojmë kudo ku ka zë, ku ka kuraja, ku ka guxim dhe ku thuhen gjërat troç. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.